E jeni mblidhuni të gjithë këtu se do flasim tani neve. Po jura u sikur s'keni burra, lart e poshtë tek motra, po burrin moj angleze, pse se merr. Në radhë të parë jam shqiptare, të tregoj dhe pasaportën. Në radhë të dytë, ore Maksim, hajde të flasim çik tani. Seriozisht. Para 2-3 muajsh që shkuam tek vendi burrit, shkuam me burrat tanë, e mora dhe motrën time atje, edhe shkuam të gjithë si çifte që jemi, po. Tani pas 2 muajsh që erdha tek motra unë, nuk e mora burrin me vetë, do të them se nuk e mora, hajtë, të jap ty llogarit tani pse se mora. Nuk e mora se burri tim punon në këtë periudhë. Unë, në radhë të parë, punoj si mësuese në Angli, edhe tani e kemi pushime, edhe në radhë të dytë punën e dytë e kam me vete, se kam djalin, që kështu e mora djalin me vete, nuk e lash burrit që diamante, po. Flokët, i brejnë qka qurela sot. Edhe që thoni, more Maxi i dashur, kur martoheni, shumë nga juve keni atë që nuk do shkojmë femra tek prindrit tek ajo, vetëm me burrin nga pas, përse? Nuk jemi presh edhe mbim në kopësht, kemi një familje nga pas. Kemi motra, kemi vëllezër, kemi mama, baba, edhe ata do t'i vizitojmë 1 herë, 2 herë, 10 herë, 20 herë, sa të duam edhe sa i kemi. Që kështu, lerini femrat, të vente e familja e tyre, të kalojnë kohë me familjen e tyre, se kështu tregoni dashurinë. Duke i mbajtur në shtëpi të mbyllura, nuk tregoni dashuri, tregoni diçka tjetër. Ndaj edhe burri im, po punon tani, që të shijoj unë pushimet edhe mirë bën, se edhe unë kam punën me vete, edhe është krenar. Që unë jam të familja ime dhe të motra ime dhe që vi edhe vizitoj familjen time, se si që më ka rritur mua ata familje, edhe më duan, ashtu do dhe burri tim, që të vazhdoj, të kem lidhjet. Që kështu, ndaja nuk erdi burri im, more shqiptar, që më the angleze.